Horoskopi për ditën e shtunë 11 korrik 2026. Dashi, dielli po kalon në sektorin tuaj të shtëpisë dhe familjes dhe kjo ju shtyn të ktheheni nga rrënjët tuaja. Është koha të ndërtoni sigurinë e brendshme që ju ka munguar dhe të kujdeseni për njerëzit tuaj të zemrës. Megjithatë, sot dielli formon një aspekt paksa të tensionuar me Uranin. Kjo do të thotë se nxitimi për të thënë gjërat apo padurimi të tjerëve mund të sjellë ndonjë përplasje të vogël ose biseda padoreza që ju lëndojnë. Mos u rrëmbeni nga dëshira e momentit për të ndryshuar gjithçka me vrap. Nëse ndjeni se marrëdhëniet po bëhen mbytëse, bëni mirë të shihni punën tuaj. Hëna sot ndodhet në sektorin tuaj të komunikimit ku bashkohet me Marsin. Kjo do të ndezë mendimet dhe bisedat tuaja. Ka shumë mundësi të keni një sqarim të hapur ose të arrini një sukses të rëndësishëm në një projekt apo në diçka që po mësoni. Ngjyra me fat e kuqe dhe e zezë. Koha me fat është mbazite. Demi, sot hëna po qëndron në shtëpinë tuaj të dytë diellore dhe gjithçka që dëshironi është të rehatoni dhe të shijoni qetësinë tuaj. Nga ana tjetër, dielli në sektorin e komunikimit ju nxit të kërkoni gjëra të reja dhe stimulim mendor. Përplasja e vogël mes diellit dhe Uranit sot mund të bëjë që ju të ndjeni sikur jeta po lëviz shumë shpejt, pothuajse në një mënyrë kaotike. Nëse jeni në merak për disa ndryshime financiare, mos merrni vendime të nxituara nën presion. Merrni gjëra të shtruar hap pas hapi. Ana e mirë është se keni një nuhati të shkëlqyer për të gjetur disa mundësi të fshehura dhe për të menaxhuar më mirë sektorin financiar, paratë dhe gjërat tuaja me vlerë. Do të jeni në gjendje të dini si të arritni komoditetin tuaj pa shpenzuar më shumë se ç'duhet. Ngjyra me fat e bardhë, koha me fat është paradite. Binjakët. Këtë periudhë po kërkoni më shumë privatësi dhe liri për të treguar kush jeni vërtet. Por, nga ana tjetër, po kaloni një cikël që kërkon siguri dhe stabilitet. Kjo kontradikte brendshme mund të shtyjë drejt veprimeve impulsive, nëse nuk e kontrolloni dot këtë trazim të brendshëm shpirtëror. Mos kërkoni zgjedhje të shpejta, sepse nuk ka të tilla. Hëna ndodhet pikërisht në atë pozicion që të nxjerr në pa emocionet dhe nevojat tuaja që kanë mbetur pas dore. Ndoshta do të kesh një luhatje humori, por ky është fillim i një cikli të rëndësishëm. Kushtojuni aktiviteteve që ju jeni vetë zoti i punës. Pasi sot jeni më të pavarur dhe keni një frymë të fortë konkurruese që mund t'ju çojë përpara. Ngjyra me fat është e verdhë, koha me fat është paradite. Gaforja. E dashur gafore, ndryshime të mëdha po gatuhen në fshehtësi brenda jush me Uranin në sektorin tuaj privat. Sot, mbase nuk e keni krejtësisht të qartë se çfarë po ndodh, por e ndjeni me siguri se ndryshimi është i domosdoshëm. Nëse doni të shpëtoni nga disa hije të së kaluarës që ju rëndojnë, bëni një plan të mirë dhe mos u përpiqni t'i lini gjërat pas krahëve, me nxitim apo me një mendje lehtësi. Ka shanse të lindin disa tensione në disa situata dhe kjo mund t'ju bëjë që ju të ndjeni fajtor, apo sikur keni lënë pas dore diçka të rëndësishme. Prandaj këshillohet që të gjeni pak kohë vetëm me veten për të kuptuar se çfarë po ju azbe lumturinë. Duhet një farë reflektimi që njeriu ta bëjë. Hëna është në sektorin tuaj të privatësisë dhe ju fton të tërhiqni pak nga zhurma dhe të ulni ritmin dhe të rigjeni energjitë. Ngjyra me fat sot janë ngjyra të çelta. Koha me fat është 18 deri 19:30. Luani. Me diellin që ndodhet pikërisht pas shenjës tuaj këtë ditë keni nevojë për më shumë pushim, reflektim dhe mbyllje të disa kapitujve të vjetër. Edhe pse qëllimet tuaja mund të mos duken shumë të qarta për momentin,
Mos u shqetësoni, nuk është e thënë që të jenë të tilla. Mos lejoni që energjia impulsive e ditës së sotme t'ju mbush mendjen për të kundërtën. Mund të keni disa pengesa të vogla, të cilat do t'ju pengojnë të gjeni atë qetësinë dhe shërimin që në të vërtetë po e kërkoni. Bëni pak kujdes me impulset sepse sot padurimi mund të ngatarrohet lehtësisht me intuicionin. Një pakënaqësi e përgjithshme mund t'ju shtyjë në lëvizje të gabuara. Për fat, hëna në sektorin tuaj shoqëror ju sjell më shumë gjallëri dhe ide të shkëlqyera për plane afatgjata. Ngjyra me fat e zezë dhe e kuqe. Koha me fat është 1 deri në 3 pasdite. Virgjëresha. E dashur virgjëresh, tranziti aktual i diellit po nxjerr në pa nevojën tuaj për t'u lidhur me njerëz që ndajnë të njëjtat dëshira dhe synime si ju. Nëse jeni më optimist se zakonisht, aspekti i sotëm mes diellit dhe uranit mund t'ju shtyjë drejt vendimeve të nxituara. Keni plot arsye për të ndjerë të angazhuar, por keni një rënje të përkohshme të ritmit që nuk duhet t'ju kthejë pas. Thjesht po ju tregon se ku duhet të ndryshoni drejtim. Çështjet e punës, karrierës apo reputacionit tuaj mund të jenë sot shumë frydëse. Do të vendosni më shumë shpirt në ndjekjen e qëllimeve tuaja. Jeni gati të merrni drejtimin e gjërave në dorë dhe kjo do t'ju bëjë jashtëzakonisht produktiv. Ngjyra me fat është blu marine dhe e bardhë. Koha me fat është 11 deri në 12:50. Peshorja. E dashur peshore, dita sot mban një energji mjaft impulsive për ju, teksa hëna takon Marsin dhe tranziti diell-uran zgjon një lloj trazimi të brendshëm. Bëni kujdes nga vendimet e marra në kulmin e nervave. Nëse arrini të kontrolloni dëshirën për të rebeluar ndaj rregullave apo orareve, do të arrini të bëni shumë punë dhe ndryshimet të vogla do të dalin për mirë. Ndoshta sot do të keni më shumë kërkesa nga të tjerët, çka do t'ju lërë më pak kohë për qefet dhe argëtimet tuaja. Jeni në një fazë që duhet të merrni përgjegjësi për karrierën, por energjitë e sotme ju tërheqin pak pas, për t'ju treguar se ku duhet të sillni një frymë moderne. Kështu që bëhuni pak të durueshëm edhe nëse gjërat nuk po lëvizin aq shpejt sa dëshironi. Do të vijë momenti i duhur. Ngjyra me fat është e kaltër dhe jeshile. Koha me fat është 4 deri në 6 pasdite. Akrepi. I dashur akrep, dëshira juaj për të mësuar gjëra të reja dhe për të vënë mendjen në lëvizje është shumë e fortë, fal diellit në sektorin tuaj shpirtëror. Megjithatë, një aspekt sfidues me uranin mund të sjellë padurim. Rutina juaj e përditshme sot mund t'ju duket monotone dhe paksa mbytëse, por në vend që të hidheni menjëherë në ndryshime drastike, mendoni me qetësi se ku mund të sillni një qasje më progresive. Keni një nevojë për liri dhe kjo është reale, por emocionet tuaja sot janë pak të ndërlikuara. Hëna po kalon gjithë ditën në sektorin tuaj të intimitetit duke ju bërë më vëzhgues dhe analitik. Kjo do të ndihmojë të kuptoni shumë gjëra për veten dhe për njerëzit që keni pranë, si dhe t'i dedikoni një pasion të rëndësishëm. Ngjyra me fat është e kuqe dhe blu. Koha me fat është në darkë, 20 deri në 21:30. Shigjetari. Marrëdhëniet tuaja të afërta apo një lidhje specifike do të jetë në qendër të vëmendjes sot, i dashur shigjetar. Por me ndikimin e tensionuar të diellit dhe uranit përpiquni të mos ndjeheni të nxituar dhe të mos i bëni gjërat nën presion. Reagimet e çastit mund të krijojnë keqkuptime me partnerin dhe një stres të panevojshëm brenda jush. Ndaj shmangi mbi ngarkesën nëse është e mundur, por mbani shënim se si mund t'i përmirësoni gjërat në të ardhmen, sepse metodat e vjetra nuk funksionojnë më. Nëse i shihni gjërat nga një kënd vështrimi i vjetër, do të mundoheni të
të gjeni disa zgjidhje, por me kalimin e orëve, dita do të jetë plot motivim dhe mund ta merrni në dorë jetën tuaj. Në këtë mënyrë mund ta përmirësoni atë. Ngjyrat me fat janë kafe dhe bezh. Koha me fat është mbasdite e vonshme. Bricjapi. Prania e diellit në sektorin tuaj të partneritetit sjell një atmosferë shumë pozitive dhe bashkëpunuese në jetën tuaj. Përmirësimi i marrëdhënieve dhe vlerësimi i tyre duket se vijnë krejt natyrshëm. Megjithatë, ndonjëherë kjo harmoni vjen pas disa tensioneve të vogla. Sot, për shkak të aspektit diell-uran, mund ta keni të vështirë të ndani ndjenjën e rebelimit nga një nevojë e vërtetë për pavarësi. Nëse arrini të kuptoni këtë dallim, do të ndjeheni shumë të fortë. Gjatë gjysmës së dytë të ditës, produktiviteti juaj do të rritet ndjeshëm, sepse do të filloni të shijoni atë që po bëni. Përmirësimi i disa punëve të mbetura do t'ju çlirojë mendjen. Ngjyra me fat është e zezë dhe gri. Koha me fat është mbasdite. Ujori. Këto ditë janë shumë të mira për të larguar disa zakone tuaja të cilat ju kanë mbajtur peng. Në pjesën e parë të ditës mund të ndiheni pak jashtë rruge, por mos u shqetëso sepse kjo është diçka kalimtare. Dielli në një aspekt sfidues me Uranin ju paralajmëron të mos dorëzoheni para presionit për të bërë ndryshime të menjëhershme. Megjithatë, një ide e mirë mund të lindë dhe ju mund të përshtateni shumë shpejt me gjërat e ditës sot. Do të pranoni se padurimi mund t'ju prish punë. Për këtë, gjeni mënyra për të futur më shumë kreativitet në punën dhe jetën tuaj. Edhe pse mund t'ju duket sikur po përballeni me shumë të meta përnjëherësh, ju keni të gjitha aftësitë t'i rregulloni ato nëse ecni ngadalë dhe I merrni gjërat hap pas hapi. Ngjyra me fat është e kuqe dhe gri. Koha me fat është 12 deri në 14. Peshqit. Me kalimin e diellit në sektorin tuaj të kreativitetit dhe romancës, po zbuloni mënyra të reja për të shprehur veten dhe për t'u argëtuar. Në pjesën e parë të ditës, aspekti tensionuar mes diellit dhe uranit mund të krijojë disa fërkime, sepse po I rezistoni ndryshimit, qoftë sepse po nxitoni shumë për të bërë diçka që e doni me domos. Sidoqë të jetë, është e rëndësishme të mos detyroni asgjë dhe të gjeni një ekuilibër mes dëshirave tuaja. Kujdes se si komunikoni pasi jeni tepër të nxituar, mesazhi juaj mund të keqkuptohet nëse thuat pa u menduar. Fatmirësisht me kalimin e orëve një energji e ngrohtë do të fillojë t'ju ndihmojë në aktivitetet që lidhen me shtëpinë apo në zgjidhjen e një problemi personal duke sjellë një harmoni në ambientin tuaj familjar. Ngjyra me fat është jeshile dhe e verdhë. Koha me fat është 15 deri 19. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.